Postimi tjetër thot që e keni postuar. Kush lidhet për njerëzit me shumë gjas do të dëshpërohet. Ai që mbështetet në Zotin kur nuk do të pendohet. Shef, nëse lidhemi për njerëzit, nëse lidhemi veç për njerëzit, edhe për fjalët e tyre, për lëvdatat e tyre, për falënderimet e tyre, vjen një moment kena me u dëshpëru. Por nëse lidhesh me Zotin dhe secilën punë që e bën për hir të Zotit, e ki ma lehtë. Edhe nëse ndodh pastaj ajo qarja për cilën folën. Edhe nëse ndodh pastaj që dikush nuk është mirë njohës, falënderues, që nuk ta din për nder ose për kundrazi, ti mundohesh me i bo mirë ta kthen dikush me të keq, atëherë ki mu dëshpëru. Dhe besoj që edhe kjo na ndodh shumicës prej neve. Prandaj me njerëzit duhet me pas një rezervë. Gjithçka që bojmë me ta, ndash në komunikim, ndash në kontribut, ndash në mbështetje ose në forma tjetër, me e bo për hir të Zotit. Dhe atëherë kur s'ki mu dëshpëru. Se në momentin që lidhesh për njerëzit, po them, edhe kime pas një frustrim të panevojshëm, edhe nuk keme arrit atë kënaqësinë shpirtërore. Kjo është e para dhe e dyta ka të bën edhe me një segment tjetër, domethënë mbështetja jonë kryesore do të më qenë me Zotin në gjitha punët dhe në gjitha veprimet tona, sepse nganjëherë duke u mbështetur dikush për ndonjë ndihmë, për ndonjë mbështetje, për ndonjë plotësim të kërkesës që mundesh me pas dhe nuk e has me një herë tek ai diçysh e fillon edhe me ndijë dëshpërimin tënd. Qysh s'po më kupton suna mu kur unë kam një nevojë prej sunës edhe nuk po më plotësohet kjo. Prandaj po them që lidhja kjo me njerëzit duhet me kanë deri me një fazë, deri me një nivel. Jo lidhje deri në atë mos që kur nuk konkretizohet, atëherë shkakton atë dëshpërimin tënd të madh. Përndryshe, njeriu është qenie sociale, të kuptohemi. Na kemi nevojë për njëri tjetrin. Njeriu nuk mundet me ekzistoj vetëm, fundit. Ne kemi nevojë për njerëz, ne kemi nevojë për shoqëri, ne kemi nevojë për komunikim, ne kemi nevojë për mbështetjen njëri tjetrit. Ideja e postimit është pra që jo me u lidh ekskluzivisht tek ta, duke harru lidhjen me Zotin. Por lidhja jonë me Zotin është e para, pastaj me njerëzit vjen e dyta.